Kurban Bajrami është dita e mëshirës, e faljes, mirëkuptimit, mirësisë, vëllazërimit dhe paqes. Sipas fesë muslimane, riti i faljes së Bajramit të Madh konsiston në dy momente. E para është lutja nëpërmjet të cilës shprehet adhurimi për Zotin dhe më pas vjen predikimi. Në orët e paradites, të pastruar dhe me rrobat më të mira, besimtarët i drejtohen xhamive, ku i luten Allahut, ndërsa në drekë e gjithë familja do të festojë me mishin e kurbanit në drekën tradicionale. Në kuadër të festës së madhe të Kurban Bajramit, Fondacioni i Rinisë Islame në Zvicër, si çdo vit, dërgoi thirrje bashkëdhetarëve tanë për të grumbulluar vlerën monetare të kurbanit dhe për të blerë e shpërndarë më pas mishi i kurbanit për jetimët, skamorët dhe nxënësit e shkollave që mësojnë diturinë islame. Për këtë arsye, kryetari i FRI-s, zoti Lulzim Lecaj, dhe nën-kryetari zoti Selami Huseini udhëtuan për në vendlindje për të ndjekur procedurën e shpërndarjes në të gjitha trojet sipas planifikimit paraprak të bordit drejtues, duke konkretizuar zbatimin e projektit më konkret me aleatët e saj strategjik, siç janë Organizata Kulturore AKEA në Kosovë, Shoqata Kulturore Ardhmëria dhe Shoqata Kulturore Visare në Shqipëri, Shoqata Merhameti në Maqedoni, si dhe Shoqëria Dituria në Preshevë. Ky është viti i parë që FRI kalon zyrtarisht me zbatimin e projekteve të saj jashtë territorit të Kosovës. U therën dhe u shpërndan rreth 8.000 kg mish për kategorinë e jetimëve. FRI është duke përgatitur implementimin e projektit Shporta i Bajramit, ku përveç mishit tradicional të Bajramit, do të shtohen edhe dhurata prej veshmbathjeve për këtë kategori, e cila është e nënvlerësuar nga shoqëria jonë. Selam aleikum. Aleikum selam. Si e quheni? Bajram Ademovski. Sot do të merrni pak mish për festën e Kurban Bajramit. Keni ndonjë prononcim lidhje me këtë? Falenderojnë Allahun që na ka falendëruar këtë me ngrënë një copë mish. Do të festojmë. Faleminderit pi bashkimit që na ndihmon. Po në aspekt në organizativ edhe krejt musliman. Edhe këtë muslimanëve. Allah është përblefsh. Selam aleikum. Aleikum selam. Si ke emrin ti? Nasuf Abazi. Nasuf Abazi. Sot do të marrësh pak mish? Po. Tash çfarë feste kemi tash? Festa Kurban Bajramit. Do e merr një kesë ti sot me vete, po? A e zin ti vetë, a zin ti tregush? Nona jam. Mirë. Në rregull. A e ke fal Bajramin ti? Po. Kur e ke fal? Pi shtadve. Dje. Mirë, në cilën xhami? Këtu? Ja, si në Plemetin. Selam aleikum. Aleikum selam. Si ke emrin ti? Ahmet. Ahmet, pas ka emrin të mirë. Falenderoj Zotin më sport. Allah është përbleft. Selam aleikum. Aleikum selam. Si ke emrin? Enes. Enes, cilën klasë je? Pesën. Pesën, a ke mësu mirë, po? Ka e falenderon ti mas shumë ti? Ka të falenderu? Allah. A falësh ti ka herë? Po. E tash çfarë feste jemi të festu tash ti? Festën e Bajramit. Faleminderit për juve që na keni punu. Kësen vërata sene. Ky motivim i FRI-s për jetimet bazohet në hadithin e transmetuar nga Buhariu, që thot se pejgamberi alayhi selam thot: Unë dhe kujdestari i jetimit do të jemi së bashku në xhenet kështu, duke bërë me shenjë me gishtin tregues dhe gishtin e mesëm dhe duke i ndar pak. Mishi i therrur sipas rregullave islame u shpërnda sipas planifikimit. Urime Bajramit Perëndia u shpërblef.
Okej, faleminderit për investat. Edhe ju dhe që kanë shkuar në investat. Unë me sot rësiti. Unë uroj gjithve Kurban Bayramin, me shumë jetë, me punë barë, me shëndet. Falenderit shumë. Gjeve marave, atë punova të ishe me atë pletuara në ishe. Te Afgan, ju ishi... Ju jeni prej cilit vend? Ne fshatit kamioni mi. Fshatit kamion, të dova, Po, falë shumë. s'ka gjanë. Si e keni emrin ju? Me vledi, Me vlutin. Kajtin ju? të fshatit kamjar. Fshatit kamion. Po. Ju jeni në shkollë apo Jo, jam po, kështu punë. sa vjeçari? 16 vjeça. 16. Ke në shkollën? Po. Që sa ke në shkollën? Që një vjet. Hajde urive Bajrami, qofshin Bajrami. Edhe juve gjithashtu. Faleminderit. Faleminderit shumë. Inshallah Zoti ka boll aty edhe juve. Edhe juve Zoti ka boll. Po, faleminderit. Alegjësi. Forma. Ditën e Po ashtu, edhe një shpërndarje e veçantë ishte për nxënësit të cilët mësojnë edukatë islame dhe fetare në qytetin e Kavajës. FRI në fund dhe fillim falenderon Allahun e madhëruar që edhe këtë vit ja mundësoi që të zbatoj këtë projekt kaq të rëndësishëm për ata që i mungon kafshata e përditshme për të pasur një jetë minimale. Gjithashtu, një falenderim i veçantë shkon për të gjithë ata vëllezër dhe motra, bashkëdhetar tanë të cilët jetojnë në Zvicër dhe që kontribuan për mbarvajtjen e këtyre projekteve, të cilat i falenderojmë nga zemra dhe që këtë vit na e besuan në zbatimin e këtij projekti në dobi të islamit, muslimanëve dhe bashkombasve tanë në trojet etnike. Fjala përshëndetëse e Hoxhës Sulejman Rustemi. Shikues të nderuar, pa kontributin tuaj, i gjithë stafi ynë do ta kishte të pamundur realizimin e këtij projekti. Fal dashamirësisë suaj për të kujtuar vëllezërit tanë nevojtar në vendlindje, ne arritëm që të sjellim gëzimin në fytyrat e tyre. Allahu të madhëruar i lutemi që të gjithë kontribuesit, e vazhdueshëm dhe ata të cilët rishtas kontribuojnë në FRI, t'i shpërblej me xhenetet më të larta, në jetën e kësaj bote t'i jap lumturi, dashuri, harmoni dhe stabilitet të vazhdueshëm, shëndet të plot. Fëmijët t'ja ruaj dhe prindrit në xhenet t'ja dërgoj e të vdekurit e tyre dhe tanët, Allahu i falt dhe i mëshiroft. Amin.